O, Yaman. E, vlla, të flasim për këtë. Yaman, e, vlla, do të flesh më vonë. Hajde të flasim. Je nervoz. Relakso. E urej, atë fjalë. Unë nuk mund të pushoj as pak. Nuk ka asgjë për të folur. Si nuk ka? Vlla, si s'ka asgjë për të folur? Ha? Vajzën fjesole e prezentove si gruan, vendose certifikatën në tavolinë, si s'ka asgjë për të folur? Pasha se njeh nënën dhe gjyshin? Ha? Sigur të kishe ardhur tek unë dhe të kishe thënë, vëlla, unë e dua Alejnën, do të flisja me nënën. Çfarë ndodh, vëlla? Çfarë po ndodh? Për njerë del si njeri super njeri. Kujdesesh për gjithçka. Po të kisha dashur, do të kisha folur. Nuk doja, mendova se do të ishte më mirë kështu. A armik më ke? Pse më trajton kështu? Nuk po bën asgjë, vëlla. S'po bëj asgjë? Po. Ti nuk mendon për askënd përveç vetes. Dole që këtu pa e kthyer kokën pas. Gjyshi u të shmend nga inati. Mua më duhet të kushloja nënën time, ndërkohë që ti po kanaqeshe me gjërat atje. Më duhet t'i thosha po, gjithçkaje, vetëm që ti mos kishte asnjë problem. A e kupton? Tani ti ka ardhur dhe përpiqesh të bësh vllai im i madh. Mos e bëj. Bëj atë që e ke bërë gjithmonë dhe thjesht mos ndërhyj, në rregull? Ti je Alena Gylsoj, gruaja e Yaman Gylsojt, e re dhe më e bukur nga të gjitha je. Sot më në fund do bashkoj me burin tim, do ta përqafoj fort sonte. Yaman? Kunat Nesrin? Nuk të shqetësova, apo jo? Jo, urdhro, çfarë ndodhi? Shiko, motra Gjemile i dërgoj këtu. Ha, faleminderit. Natën e mirë, Kunat Nesrin. Natën e mirë. Si fëmi? Aj. Oh, sa i keqe je. Kjo është shumë e bukur. Tani me njëherë do bëj një dush të do bëjmë gati. Ku është Gjemilja? Ajo është në shtëpinë e ndihmësve. O zot, o zot. Kiameti vërtet do të filloj tani. Kujdes, birë. Mirë se vini, zonja Gylfem. Ju po taleni me mua, zoti Musin? Eren, ti mere telefonin, meri gjëra dhe shkollart. Hajde shpirt. Hajde. Mos qëndroni në këmbë, zonja Gylfem. Ju lutëm ullune. Nesrini na bëj një kafe tani ta pim. Çfarë mendon se e duke bërë? Kush je ti me të cilën unë duhet të pi kafe? Ha? Unë jam vjehra e djalit tuaj, si dhe krushka jote. Ti nuk mund të më shikosh kështu nga lartë, por mund të flasësh me mua në nivelin e syve. Ti e njas që për mua. Në një farë mënyre, arrite të mashtrosh djalin tim. Por kjo martes do të anulohet. Pse grise certifikatën e martesës? Hajde më pranoje ku je tani. Yamani është një buri ma. Ai e mori vendimin e tij. Ku është Alena? Thuaj të vi këtu. Në dhomën e Yamanit. Shko merr gruan e djalit nga gjoksi i tij. E pa edukat. Nuk kam ndërmend të merrem me ty. A nuk ke sy, zoti Musin, ta shikosh këtë turp? Mirë, kjo grua është e paftyr, e patufshme. Ajo arriti ta martoj vajzën me djalin tim. Po ju si nuk e kundërshtuat këtë martesë? Them të drejtën, unë as nuk e dija për këtë, zonja Gylfem. Turp të keni, turp.
Ne u kujdesëm për ty kur ishit i sëmur dhe invalid, dhe menduam se ke punuar shumë gjatë për ne, dhe se nuk mund të largojmë. Ti solle këtë grua nga askund, edhe për këtë nuk tham asgjë. Heshtëm e mbyllëm gojen, ta hapëm derën dhe ju dham punë. Nuk pas kemi qenë as pak të mirë për ju? Sigurisht që keni qenë, zonja Gylfem. Zoti ju bekof juve dhe familjen tuaj. Më vjen shumë keq. Sinqerisht, ju kërkoj falje, por nuk e dija. Mos e harxhoni kot frymën tuaj, zonja Gylfem. Ju nuk mund të pengoni fatin. Djali ju është fati i vajzës sime. Gjithçka që shkruhet këtu, Ti ndalo aty. Ende nuk ta kam thënë fjalën e fundit. Do të zgjojni nga kjo ëndër shumë shpejt. Shpresojmë mos na tregojnë derën ku e kemi. Jo, ata nuk do ta bëjnë një gjë të tillë. U bë çfarë u bë. Alena është në rezidencë. Ato do të flasin dhe pastaj do ta mbyllin gojë. pikërisht ashtu. Ai u lodha, Nesrin më sill një çaj. Do ta sill së shpejti. Merr atë certifikat martese. Dhe askush nuk duhet ta di se kjo grua erdhi këtu, në rregull? Nuk dua që Alena të jetë e mërzitur. Mirë, Sultane Sheh, mirë qetëso. Harroj atë, ke bërë gjën e duhur. Sinqerisht ke bërë shumë mirë. Do të tregosh dëmë që ata të tremben. Sigurisht do ju tregoj. Nuk do ta përkulun kokën para kësaj gruaja. Nuk dihet se nga ka ardhur, më thoshte. Kam ardhur nga Ankaraja, çfarë ka? Ja duhet të jeni mirë njohës për mua dhe vajzën time. Ti çfarë puni ke këtu? Por ne u martuam. Unë tani jam gruaja jote. Çfarë do të thotë çfarë po bëj? Ku të jem tjetër? Mendova se do flije në shtëpinë tënde sonte. Shtëpia ime je ti. Në rregull, shko të flesh tani. Të flej? A do të flesh atje, vërtet? Jam shumë i lodhur, ishte një natë shumë e vështirë për mua. Do të them, ishte një natë e vështirë edhe për mua. Por ne mund të bëjmë në gjumë duke u përqafuar me njëri tjetrin. Nuk jam mësuar të fle me dikë. Shiko, nuk jam shumë mirë, në rregull. Ti shko në shtrat, fli mirë. Unë do bëj një dush dhe do shkoj në shtratin tim. Në rregull? Hajde natën e mirë. Gjyshi do të sjell një çaj me biskotat të tua, ha? Të preferuara. Të pëlqejnë ato? Ti mund të mendosh vetëm për gjërat e kota. Pse je gjithmonë i zemëruar me mua, gjysh? Sinqerisht nuk e dija që vëllai im dhe Alena ishin në një marrëdhënie të tillë. Seriozisht, nuk i kisha idenë. Ndalo së folën në marrëzi. Djalli vogël. Mendon se nuk të njohun ty? Në rregull, gjysh. Kemi kaluar një sër gjërash, në rregull? E di, do të më thuash se më përjashtuam, por le të nënshkruajmë një armë pushim. Më kanë mbetur tashmë 2 klasa. 2. Kur ti kaloj ato do të diplomojmë. Atëherë ti thua bë oficer dhe unë do të jem oficer. Do të bëj çfarë të thuash. Lere. Çfarë ndodhi tani? Ha? Çfarë mendon ti vlla? Gylfemi është kjo. Ajo shkoi tek Xhemilja. Pse? Pse po shkon tek ata? Më trego. Ajo tani do të mendoj se është diçka. Të gjithë keni vendosur të më të shmendni. Unë shkova atje që ajo të mos ishte e lumtur për shumë kohë, baba. U zemërova dhe shkova atje. Nuk mund ta duroja. O, zot. Ti e largove nga tavolina. Tani ajo Alena e patupshme
është në dhomën e Yamanit. Nën, Ajo vajzë është në shtëpinë nën, ajo është gruaja e ti. Yamani është me ta, po jo, e ka grua. Atesh, jam shumë e zemëruar. Mos ma mbro ato vajzë, të lutem, të lutem. Pse? Ai po mbështet vëllain e ti. Edi, unë nuk kam asnjë shpresë për Yamanin. Ti ai që do të më bësh fytyrën të pushtesh. Unë. Ti? Natën e mirë. Mirë. Mirë tani, e kuptua. Gylfem. Çfarë do që ka ndodhur, ka ndodhur. Sa shpejt e pranove situatën, baba? Unë mendova se do të shembe gjithçka dhe do t'i përzej të gjithë jashtë dere. Kështu mendova. Kjo nuk do të sillte asnjë të mirë më tani. Sikur ta kisha bërë para martesës, atëherë ata do të kishin frikë. Por jo tani. Atë vajzë të ngathet. Ne vetëm me ndihmën tënde mund ta largojmë. Me ndihmën time? Po, me ty. Nuk do t'i thuash asgjë Yamanit. Megjithatë, ti do t'jesh gjithmonë pranë asaj vajze. Ti e di çfarë duhet të bësh. Gylfem. Omer Gylsoj thur intriga? Mos vazhdo me budallëqet. Ti the se do të sillet çaj. Në rregull. O kanë, më sillte mua pak ujë. Jam shumë e utuar, Unë po shkoj jam shumë e atje. zemëruar. Unë as nuk mund të flas. Nuk jam në gjendje të flas. Mirë pra, a mund të më shpjegosh më shumë për të? Lëviz. kafe me shumë shkum? Sigurisht. Të dashur dëgjues, dua të them një mesazh para se të hyjë në këngë. Yamani e do Ferajen. Po miq, kjo këngë është fillimisht për Ferajen dhe Yamanin. Pastaj edhe për ata të cilët nuk kanë turp nga dashuria. Derinlerinde bir yerde buldum sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimi. Görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama düş demek bambaşka. Urdhroni kafeja juaj me shumë kajmak. Senin almış beyazlığını Me qëra fjale është e paguar. Si është? Kush e paguar? Bundan geceye sevdam. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum.
Tani më je bindur besoj. Gjithsesi unë nuk kisha asnjë dyshim për këtë. Atë pse nuk u përgjigjesh thirrjeve të mia që nga mëngjesi? Po thua se do të bëj teka, do të bëj llastuar, dhe duhet të ndjek, është ashtu? Nuk doja të më kishe zemruar. Me zrova për shkak të mesazhit. Ajo po të them. Unë thjesht i dërgova një buzëqeshje. Edhe ti e pe gjithashtu. Ai shkroi mira mesazhe, unë nuk ju përgjigj asnjë. Pra ajo do të shkruaj përsëri. Mirë, Feraj. Unë e bllokova atë. Erdhe në vete, më në fund. Do të ha ato fytyrën tënde të bukur dinake. Jam armoz, jemi jashtë. Asgjë nuk do ndodh. Jam të lutem, më vjen turp, mos lutem. Mirë, atëherë do të fshehemi edhe ne. Dashuria ime, unë jam në shtëpi. Do të haj diçka, pastaj do studioj dhe do të shkoj në shtëpi. Jam shumë e lodhur. Nëse më telefonon, mund të jem në gjumë, mos u shqetëso. Të dua shumë ty. Natën e mirë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Valla, unë dua të flas me ty për diçka. Çfarë është ajo? Kam mbetur pak kohë deri në provime. Dhe pas kësaj unë do të diplomohem. Shkolla ka organizuar një kompani të mirë tekstile në Stamboll për praktik. Pra? Unë dua që të shkoj. Nuk ka shans. Ti do të më lësh baban mua dhe ti të kënaqesh në Stamboll apo jo? Valla, çfarë lidhje ka kjo? Po shkoj në punë, a kam studiuar kot unë? Jo, zonjë, do të punosh këtu. O zotri Omeri po hap një fabrikë të re tekstili. Alena tashmë është e martuar me Jamanin. Mendoj se mund të kërkojmë gjëra tani, ashtu? Ti merre diplomën, unë do të kërkoj Jamanit të të punsoj, në rregull? Çfarë ndodhi? Pse u zbehe kështu? Firma në Stamboll është shumë e mirë, valla. Unë dua të shkoj atje. Edhe ashtu, nëse i them babait për këtë, ai do të më lejojë që të shkoj. Unë të thash vetëm për të informuar. Atëherë le të gjejmë një shtëpi të mirë plesh për babain. Ti shiko në internet Nesrin. Ne do ta dërgojmë atë dhe ti do të largohesh, në rregull? Vëlla, mos u bëj shesharak. Mos fol marzirash. Çfarë do të bëj ai në shtëpinë e të moshuarve si një bur i vetmuar? Feraje, shiko, Gjemilia do të largohet, po ashtu edhe tik. Unë do t'jem vetëm, pra. Punon në rezidencë, punon në shtëpi, thjesht nuk mund ta bëj, nuk arri dot. Nëse thua se ende dëshiron të largohesh, atëherë do ta gjejmë një vend të mirë e të këndshëm për babain. Ai ka edhe një rrogë gjithsesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, baba. Feraje, ti më harrove këtë mëngjes bie. Hajde, më jep një gotë ujë. Do t'i pi ilaçet e mia. Në rregull, baba shpirt. Baba, e di çfarë po thot Feraja? Shkolla organizoi një praktik në Stamboll. Ajo thot se do të shkojë në Stamboll për të punuar. Thashë se zotri Omeri hapi një fabrikë këtu, mund të punosh atje. Çfarë thua ti? Po nëse zotri Omeri është dakord, sigurisht, por nuk e di. Ha? Tu
Tu atë them, shikoni fëmijë, thjesht nuk jam rehat me këtë situatë. Ata janë të martuar tani. Ata janë të martuar. Më në fund gjërat do të qetësohen. Ajo nuk do të diplomohet së shpejt. Zotri Omeri do të pajtohet. Ai e ka dashur atë që e vogël. Po nëse thua se ai është dakord, atëherë shumë mirë. Stambolli është një qytet i madh. Ne nuk kemi asnjë njerëz atje. Do të jesh vetëm atje dhe do të shqetësohen për ty e dashur. Çfarë po thua motër? A do të largohesh nga babai? Nesrin, hajde bia jeme do të më sjellësh një çaj. Sigurisht, baba. Dashur, ku po shkon? Kam një takim, Alena. Si ashtu? A duhet vërtet të shkosh në takim ditën e parë të martesës son? Përveç kësaj, ata më thanë shumë gjëra mbrëm. Si mund të më lësh vetëm me prindërit e tu? Është rregulluar paraprakisht, nuk mund ta anuloj. Me ne është edhe gjyshi im andje. As nëna ime nuk do të vras ty apo jo. Por mund të më lëndoj. Hajde i dashur, të lutem. Anuloje takimin tënd. Shiko. Nuk thash asgjë mbrëm si ishe në humor të keq. Hajde anuloje, le të dalim jashtë, do të ham mëngjes, do bisedojmë apo diçka tjetër. Nuk mund të anuloj. Duhet të shkoj, është e rëndësishme. Duhet të them nëse dëshiron shko tek mama e jote ose mos dil nga dhoma, nuk e di çfarë them. Nesrini ta sjell mëngjesin këtu. Po çfarë të duash, nuk e di. Përse sillesh kështu me mua? Më thuaj. Përse je kaq i ftohtë? Ku po shkon shpirt? Në fabrik kemi takim me Vuralin. Unë jam duke pritur për valla Jamanin. Ateshi? Po, vishej, kështu më tha i mua. Ju shkoni, ne do të vim. Gjyshi u largua herët. Çfarë po ndodh nën? Mos më pyet, fare mos më pyet. Ti po dukesh shumë bukuroshe. Çfarë po ndodh me ty? Ti e di çfarë ka? E di, a? Ai, djalë, çfarë po bën ti kështu? Do ta gërvishtesh sandëkun, është nga hara, kujdes pak. Është shumë i vjetër zonja Xhemile, ka gërvishtje kudo. Çfarë do të thotë i vjetër? E ka marrë nga gjyshja ime. Kujdes, hajde tani. Mirë, sultanesha Xhemile, mos u shqetëso. Çfarë është kjo? Është arka e vajzës sime. Dhëndri im. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes nënë e dashur. Mirëmëngjes bir. O hajde jemi vonë. Birim, mbrëm ishim pak nervoz, nuk e kuptuam mirë njëri tjetrin. Le të flasim sonte në mbrëmje, mirë? Në rregull. Faleminderit. Zotri Jaman, nxora makinën nga garazhi. Mirë, faleminderit. Hajde, punë e mbar. Hajde, mos qëndroni këtu, hajde. Të hynim brenda. Mirë, po e marrim. Ju lutem. Bëj durim. Do të pyesja si e, por kam frikë. E logjikshme. Po sikur të them një gjë, sepse ka një zhvillim pozitiv. Çfarë ndodhi? Nuk duket se Xhemile ka humbur kujtesën mua. Mirë vëlla, nuk jam në humor të bëj shakat. Më dëgjoj tani. Gjyshi i dha nënës time një taktik për ta hequr qafe Alenën. I tha asaj që të mos i bëjë shumë presion dhe gjëra të tjera. Dhe ti i njeh sitë në nëson. Pra, siç e din, ajo dyshe as nuk është e rrezikshme. Do ta çojë njeriu të shkëmbet dhe do ta marrë nga buza. Pa u munduar ti Alena mund të ikë, mendoj unë. E po, unë mendoj. Okan, the se do thuash diçka të vetme. Kurse ti po flet thashë theme vëlla. Çfarë lidhje ka kjo me të, vëlla? Vëlla,
Nga fakti që gjyshi të ka takuar të vish në kompani, atëherë kjo do të thotë që nuk je objektivi ti. U kanë hesht, ma. Alena është objektivi ti. Aty është vëmendja e ti, vëllau im. Si është situata? Situata është stabile, po presim të zgjohet. Mirë, gjithçka do qartësohet brenda 12 orësh. Unë dua një konsult përsëri. Në rregull, profesor. A e morën vesh kush është ky? Ende jo, profesor, por policia është duke hetuar çështjen. Nëna ime. Jam lodhur shumë. Jam shumë e lodhur tani në. Që kur ke ikur ti, unë jam shumë e vetmuar. Duhet që ti të jesh me mua, të më përqafosh fort mua. Duhet më thuash se të gjithë marrin atë që meritojnë. Duhet më thuash se do të kaloj. Ishte një grua e sjellshme dhe e bukur. Të pash gjatë vozitjes, s'dukeshe mirë, ndaj çfarë ndodhi, më thuaj, çfarë ka? Të kam lodhur shumë me problemet e mia. Nuk dua t'ju mërzis kaq herët. S'do të kisha ardhur, më beso, nëse nuk do të kisha shqetësuar. Çfarë ndodhi? I thash vëllait tim se shkolla më dërgon në Stamboll për një praktik. Kështu i thash. Duhet të shkoj. Sepse barku do më rritet. Por ai nuk pranoi. Pra ai tha, nëse largohesh babain, do dërgojmë shtëpi pleq. Që ti një tha? Ne kuptova. Çfarë do të bësh tani? Nuk e di. Tani për tani, jam duke menduar vetëm për babain. Nëse ai merr vesh që kam gjelshtat zënë, do vdes nga pikëllimi. Por, as unë s'mund të qëndroj. Babain s'mund ta lënë shtëpi të pleqve. Nuk e di. Urdhro, Hazal. Mirë nuk jam, por sa po dolla nga shtëpia dhe tani po shkoj në kampus. Në shkollë?
Unë po të dërgoj. Jo, edhe ashtu më doja të ecja pak vetëm. Prandaj. Si të duash ti. Të lutem më shkruaj numrin tënd. Mbaj edhe ti numrin tim. Nëse ke nevojë për diçka më njofto. Faleminderit shumë. Je sigur që s'don të vish? A janë të reja robat e tua? Po. Duhet të them bleva disa copë. I bëra flokët, bëra manikyr. Që tani tutje do t'jem kështu me stil, Alina. Hypa në makinë mëngjes. I thash me lihut. Tani e tutje do më qësh në parkeri mua, e jo në pazar. Ashtu si të duket? Duket bukur, apo jo? Ti e gjithmonë shumë e bukur, nën. Bia ime, dashra ime. Bukuroshja ime, shpirti. Shpirti im. Çfarë ndodhe? Pse e ka që mërzitur tani? Jamani më trajton si akull, nën. Ka fjetur në divan, mbrëm. Ai doli nga dhoma si kur ai po ikte nga unë. Ne nuk e dim se çfarë i tha gjyshi i tij pasi u larguam. Madje mund edhe ta ketë goditur me shuplak. Jo. Pra, po thua se kjo është arsyeja pse ai sillet aq keq me mua, por unë jam graja e tij tani, ai duhet të mi tregoj gjërat. Shpirti im është turpëruar ai. Punë të mbash. Faleminderit. Jamani nuk mund të vesh këto gjëra. Nuk e di, a i mban dikush akoma këto. Ashtu, këto janë gjëra që i kam blerë para shumë kohësh, unë dhe nëna po i rregullonin. Po kjo qënë ka shumë e vjetër, konsumuar. Jeni të sigur që nuk ka insekte? Jo, i kam spërkatur me ilaç. Unë do shkoj në dhomën time? A i pim një kafe kur të marroni në rregull? Sigurisht mundet. E jani. Nëse dëshiron, mund t'i edhësh ato. Le të mos i shoh Jamani. Po, do t'i hedh, mos u shqetësoni. Oj, çfarë të thot kjo nën? Ajo nuk u soll as pak keq. Do të pim kafe madje. Mos ul velat me një herë në ujti. Duket sikur ajo uli rolet e saj, por mos u siguro. Ke kujdes ti një herë. Pse po i shpjegohesh asajti? Në vend që ti të luash fort, ti the se do i hedhësh, Alena. Ajna nuk thash asgjë të keqe, por përse i vendoh këtë në dhomën time? Të sfidosh? Për ta sfiduar atë? A i di se çfarë do të thotë paja e nuses? Do të thotë se ka një nuse në këtë shtëpi. Hyr. Të bëft mirë, gjysh. Faleminderit. Të ftuam në takimin e ditës së parë së martesës, zotri Dhëndër. Na fal pak. Nëse dëshiron të shikosh kostot para takimit, të janë këtu. Nuk ka nevojë. Ullën. Gjyshi. Ka ndonjë lajm nga Bora? A di ndonjë gjë? Jo. Zoti e di se çfarë po ngatron. Ai është një budallaj i vërtet. Ai djalë do të dalë diku. A je mirë? Mirë. Mos ul. Vendi yt tani është ky.
Laborali tashmë duhet ta kuptoj se kush është shefi, apo jo? Së shpejti do të martohesh me vajzën e tij. Çfarë? Pranove të martosh me Badën? Siç duket rash dakord? Ja. Ullë në vendin ku të takon. Nuk do të ulem aty gjysh. Ti shkon kundër meje, ha? Ti thua se e në rregull me gjithë shka. Njëri budala. Ore, edhe nëse ju bashkoj të treve, nuk del një burr. Nuk mund të jesh as gosht dhe pisk që kam prerë. Shko ullu dhe shiko para teje. Ende hesh si me mec. Por ti di të më shikosh në sy dhe të më hidhje certifikatën e martesës në tavolinë. Dhe tani je ullur këtu dhe hesh si me mec. E sjell atë vajzë si prej dhe e le në mes të tavolinës. As që mund të thuash e dua gjysh. Nëse ke bërë gjëra të këqija, atëherë duhet të përgjigjesh për to. A je vërtet një frikacak i tillë? Kështu të kam rritur unë ty? Gjysh në rregull. Në rregull tu, ha? Mirë. Vendi yt tani e tutje dihet këtu. Nuk je i denjë për mbiemrin tim. Shko në gjykat dhe ndryshoj ato. Ndryshoj në qatip. Ndryshoj mbiemrin në qatip. Me qenë se e martuar me vajzën e shërptorës. Tani e tutje do të punosh këtu dhe do të sjellësh dokumentet. Me rrogën e një punëtori do marrësh një shtëpi me qira dhe do shporësh nga këtu. Ku e nisur? Çfarë do të bëj me këtë budalla në takim? Do të mos shmendesh ti mua. Ai nuk di asnjë punë. Pasi e këtu, vepro të paktën një herë si burr. Tani që keni filluar këtë biznes, përfundoj ato. Turpi e qoftë. Turp për ju të gjithë. Mos më shiko me një vështrim kaq rënd tjetës. Largo nga sytë mi, mos të shohë. Sa po kemi filluar. Këto janë ditët e tua më të mira. Dije se do të dëshkohesh për këtë vendim që ke marrë. Merrat lugë dhe ha ushqimin tënd. Nuk më pëlqen, nuk ha. Askush nuk më shikon në sy dhe më thot jo. Kur të them ha, do të hash. Kuptove? Dije se do të ndëshkohesh për këtë. Mos haro. Çfarë duke bërë, zotri Musin? Fëmia nuk po bën asgjë. Nëse më pushoni nga puna, më pushoni. Më vjen keq, por unë do ta hap.
Ai u godit në kohë nga pas. Në këmbën e tij ka shenja litari dhe mavjosje. Ka edhe deformime në pëllëmbët e dorës. A e një atë? Jo, nuk e njoh, nuk e kam parë. Unë po shkoj në makinë. Ashtu, më lejoni t'ju ndihmoj. Jo, mos u mërzit. Ullu shpirt. Në rregull. Faleminderit për mundin tuaj. Ju keni një shije të mirë. Gjithmonë e kam dashur shumë këtë vend. Më kujtohet. Doje të qëndroj pranë në stënder në kohën që ajo pastronte. Po. Po nuk e bët as pak mirë këtë punë, apo jo, Alena? Je martuar pa u konsultuar fare me njëri. Ishim të gjithë të shokuar si familje. Për shembull, sot e pata shumë të vështirë për të bërë këtë bisedë me ty. Nuk e mblidhja dot veten. E di, keni shumë të drejtë. Kërkoj falje, zonja Gylfem, por më besoni, ne e duam shumë njëri tjetrin. Dua të them, unë kam qenë shumë e dashuruar me Amanin që kur isha fëmijë, nuk dija çfarë të bëj kur ai më propozoi papritmas. Nuk munda ta mendoj, më falni. Ashtu është sigurisht, djali im është i sinqert, i pashëm, i këndshëm. Në fund të fundit, ai është edhe një djalë i një familje të pasur. Je me shumë fat. Më besoni, nuk më interesojnë parat. Dua të them, unë mund të jetoja me Amanin në majtë malit. Pa ushqim dhe pa ujë, unë jam e dashuruar me të, zonja Gylfem. Sa bukur. Atëhere, mendoj se nuk do t'ishte problem nëse kërkoj t'i bësh disa sakrifica. Sigurisht, unë do të bëja gjithçka për Amanin. Shumë mirë. Atëhere, do të bëjmë kështu. Nuk ke punuar kur në këtë shtëpi. Dhe asnjë nga miqtan që vinë në shtëpinë tonë nuk të njohin. Prandaj, ne do t'ju themi të gjithëve se ti dhe Amani jeni takuar në Ankara gjatë viteve të universitetit. Si ashtu? Sikur të jemi dikush tjetër? Duhet të dukesh e denjë për familjen tonë. E shkolluar, bie një familje të mirë, e dashur Aliena. Imagjino, askush nuk do të flasë më që bëri vajza e shërbëtores që djali Gylsoi të binte në dashuri me të. Askush. Por unë nuk kam bërë asgjë. E di, por njerëzit nuk mendojnë kështu, ta dish. Tash e themet e shëmtuara mund t'i prishin gjërat mes te dhe Amanit. Pra, unë do të thoja në rregull, por nëna ime do të mërzitet shumë. Ashtu si unë kam gjetur një zgjidhje për lumturinë e djalit tim, ashtu edhe nëna jote duhet të mendoj për lumturinë tënde dhe ta pranoj këtë gjë. Në fund të fundit, ti ajo që u martove me Amani dhe u bëre nusja e kësaj shtëpie, ha? Nënën time dëshironi ta dërgoj nga shtëpia? Për zotin, mos jam unë ndonjë përbindësh? Sigurisht që jo. Ajo është nëna jote, nuk mund të shkoj. Nuk mundem. Se bëj. Edhe pse nëna jote nuk më respektoj, unë nuk do t'jem aq mizore. Mund të qëndroj në shtëpinë e jashtme, Xhemilja, dhe të vazhdoj jetën e saj. As nuk ka nevojë të punoj më. Ti do shkosh ta shikosh nënën tënde. Mos u mërzit, të lutem. Më beso mua, nuk ka asgjë për të mërzitur. Do t'jetë më mirë për ty dhe për Amanin e dashur. A nuk është më mirë kështu, shpirt? Më thuaj. Ashtu është. Imagjinoje këtë. Tani e tutje do të quhesh nusja e Gylfem Gylsoit. Kështu do quhesh.
Mere bombonen. Faleminderit. Çfarë bën ku je? Erdha në shkollë, tani po shkoj në mens. Bukur. Jam pak i mërzitur sot. A mund të më dëgjosh? A jem disponim? Sigurisht, ja, po të pres. Më fal, po çfarë po ndodh këtu? Vajt, shpëto mo nga vlezrit Gylsoj? Haza, a i shpëtoj fëmijën tim dhe jetën time. A i me të vërtet u kujdes shumë për mua. A i tha se ishte i mërzitur, çfarë duhet të thosha? Mirë, e di, jam e zemëruar, çfarë mund të bëj? Ne kishim një zgjidhje, por as ajo nuk funksionoi. Hajde. Në katin e poshtëm ka vend për studio. Kanë ardhur makinerit. Kur të caktohet data e hapjes, ne do të bëjmë punësimin. Aranjimit e pagave mund të shqyrtoni në raportin shtesë. E bukur. Bade, vajza ime qetësohu, do të mbaroj së shpejti. Vëlla i mungon, e di, nuk është këtu. A duhet të vi sa herë që telefonon zotri Omeri? Thua jo një herë. Ka ndonjë problem këtu? Jo, mirë është. A jeni mirë, dashur Bade? Unë kam pak dhimbje koke në fakt. Nëse më falni do bëhem më mirë nëse laj fytyrën pak. Sigurisht bi. Zotri Ural, unë jam Hakani nga stacioni policisë Aksaraj. Hakan të njo, tashme e kam ruajtur numrin tënd. Zotri Ural, djali juaj Bora është në spital shtetëror tani. Çfarë? Çfarë po thua, Hakan? Çfarë i ndodhi Borës? Baba, çfarë ndodhi? Unë po vi, Hakan. Baba, fol çfarë ka ndodhur me Borën? Bora ndodhet në repartin intenziv në spitalin shtetëror. E gjetën të plagosur në bregun e liçenit. Brada, e mirë. Se ne pakujmë, mos shikoni ashtu. Le të shkojmë mbi. Po vi edhe unë. Më ndishni edhe ju. E si mund të ndodhte? Si ndodhi? A ishte i vdekur. Nuk ishte puls dhe nuk merrte frym. Më kapi paniku, u tremba. Më pas në ujë. Ai rifitoi vedi dhe doli si vëlla. Në çfarë lloj dënimi jam? Më thuaj diçka, të lutem. Thuaj. Do të shkosh në shtëpi më njëherë. Merre pasaportën tënde, hip në makinë dhe shko shpejt në Stamboll. Pastaj merr fluterimin e parë jashtë vendit, mirë? Nuk mund të shkoj, vëlla, nuk mundem. Nuk mundem, mos më lë. Okan, nuk ka kohë të largo nga këtu para se Bora të dal nga reparti intenziv. Mos u shqetëso për mua. Unë do t'i tregoj gjyshit gjithçka. Ato do vinë tek ti nëse është e nevojshme. Unë do të marr përgjegjësinë e plotë. Unë do të them se mendova se ai kishte vdekur. Në rregull. Çfarë po thua, vëlla? Çfarë po thua? Ti po thua se do të vdesësh dhe më kërkon të iki pa shikuar prapa? Do ta bësh. Okan eja. Nuk mund ta bëj një gjë të tillë, jo. Nuk mundem, vëlla, jo. Vëlla, ai e manjak, vëlla, nuk mund ta bëj. Se do të shkosh. Jo, vëlla, jo. Vëlla, prit, vëlla, të lutem dal. Nuk mundem. Asesi nuk mundem. Ne do të kujdesemi për të së bashku, nuk do ta bëjmë. Si thua, vëlla? Okan, nëse pak më do të shkosh. Vëlla, unë nuk mundem.
Vëlla pas tetu të më varosin pranë babait tim. O kanë, djalë, shko. Mos më lodh mua mirë. Në rregull, mos më lodh, qëndroj i fort. Vetëm më dëgjoj. Në rregull, qëndroj i fort. Në rregull, më premto mua. Më premto. Më premto. Në rregull. A ti, çfarë do të bësh? Nuk kam asgjë për të fshehur. Do të shkoj tek Feraj. Do t'i tregoj asaj gjithçka. Ajo duhet ta di, vlla. Ajo duhet ta di. Ajo nuk duhet të qaj më tepër për shkakun tim. Nuk do të më tregosh? Ti ndihesh më mirë si je. Më mirë jam. Bukur. Dua për gjyshin të them. Më detyron të martohem me dika se unë nuk dua të martohem, ky është problemi i madh. Prandaj të thash. Por pse kjo është çesharake? Ti nuk e njeh ende gjyshin tim Feraje. Nëse Omer Gilsoj dëshiron diçka, e merr. Kur i thua jo ati, ai do të thyej çdo kufi. Kësi soj njeriu është, do t'i kaloj kufit. Në këtë rast ti, do të pranosh dhe do të martohesh? Apo jo? Jo, s'do të përkulim para ti. Çfarë do të bësh? Do të martohem me ty. Çfarë? Do të shpëtojmë nga problemet tona me të dy. Unë nuk po e kuptoj. Ne. Po thua të martohemi? Po të hallesh ti? Jo, jam shumë serioz. Prit një minutë. Prit, ti nuk je në një situatë kaq të vështirë. Mund të ktheheni sërish në Amerikë. Por jo këtë herë. Feraje, këtë herë nuk do të kthehem më. Do të qëndroj këtu. Nëse ai dëshiron luftë, do ta luftoj atë. Nuk do ta lejoj. As të shtyp vëllezërit e mi, as nënën. Nëse ai bën një, unë do të bëj 5. Të shohim çfarë do të bëj. Atëherë, martohu me dikë tjetër atesh. Unë nuk mund ta pranoj një gjë të tillë. Unë s'të njoh fare ty. As unë nuk të njoh Feraje. Nuk është problemi madh kjo. Martesa është formalitet. Dëgjoj. Unë nuk jam një djalë aq oportunist, nuk po përfitoj nga kjo situatë e vështirë, mos u shqetëso. Nuk i kisha parasysh këtë. Nuk e sheh Feraje. Është zgjidhja më e mirë. Ne do të martohemi tani. Një muaj më vonë do t'ju shpjegojmë se je shtatzan, ti ndoshta, ti do të lindesh para kohë dhe askush do të kuptoj asgjë. Ti pas ke planifikuar pothuajse gjithçka. Pasi e pash atë vajzë, te Varezat mendova për këtë. Është më e mira për ne të dy. Nuk është për mua, por unë nuk mund ta bëj. Se thua? Ke frikë nga nëna apo gjyshi? Nuk do të kesh frikë për tyre Feraje. Së pari Jamani. Pastaj ne, një buj shumë e madhe do të shpërthej. Le të bëhet. Me qira fjallë. Askush mund të thot asgjë. Unë jam këtu. Do ta parandaloj mirë? Nuk bën. Çfarë do të bësh atëherë? Ke ndonjë zgjedhje? Jo. Në rregull. Le të themi se ke shkuar shumë larg. Ti u largove, e fshehje edhe shtatzanin tënde. Çfarë do të bësh kur të lind fëmia Feraje? Çfarë do t'i thuash babait, ha? Do të thuash baba le lekët e sollon fëmijën?
Më vjen keq, por as për mua nuk është një ditë e lehtë. S'po përpiqem të manipuloj Feraje, unë thjesht po përpiqem të zgjoj me realitetin tënd, kjo është e gjitha. Vetëm kaq. Mua vetëm se nervat me janë dobësuar. E kuptoj. Vëllai yt është njëri i pakëndshëm. Për babait? Çfarë do të bëjë Xhaxha Muhsini kur të dëgjoj? Nëse ai e merr vesh do të vdes nga pikëllimi. Ti nuk e di, por Xhaxha Muhsini është shumë i veçantë për mua. Shumë i rëndësishëm. Shumë. Do e thëmë, po përpiqem ta them këtë. Edhe nëse nuk do të kisha pasur asnjë problem me gjyshin. Ti ishe në këtë të lash, unë prap se prap do të kërkoja që të martoheshim. Vetëm që babau yt mos mërzitet. Do të thosha që ne të dy të martohemi. Kjo, më mirë do të jetë. Vërtet ta them. Damla, e ke parë Ferajen? Përshëndetje dhe për ty, huaj. Hajde, Damla. Çfarë ndodhi? Është prishur puna me ju të dy, edhe ti duke shumë i tmerrshëm. Damla. Ajo po fliste me Azalli, nuk më lan as të afrohesha tek ata. Mirë, në rregull. Kujdesu për vetë. Në rregull, do kujdesem.